Në Kuvendin e Shqipërisë janë regjistruar sërish përplasje mes mazhorancës dhe opozitës, shkak këtë herë është bërë kuorumi për nisjen e seancës plenare. Në momentin kur ministri Alisa Spiropali shpalli hapjen e seancës, deputeti demokrat Flamur Noka reagoi menjëherë, duke deklaruar se në sallë nuk kishte kuorumin e nevojshëm prej të paktën 70 deputetësh, siç e përcakton rregulloria e Kuvendit. Debati u intensifikua edhe më tej kur në sallë mori fjalën kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi. Ai kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të seancës, duke cilësuar veprimin e mazhorancës në kundërshtim me ligjin. Mbledhja e Kuvendit duhet të jenë minimumi 70 deputetë. Dhe ky është aja e rregullores Kuvendit dhe aja e mbledhjes së çdo organi kolegjal. Që kështu lutem ndërprisni seancën, njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e Kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju binden deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sjellim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë kuorumin që ti të nisës seancën. E ke për detyrë. Ndryshe seanca nuk mund të vazhdojë. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, mund të vijoj me seancën plenare ku ju duhet të diskutoni projekt ligjet e rëndësishme dhe marrëveshjet, po. Vijojmë me rendin e ditës. Pavarësisht kundërshtive të opozitës, seanca vijoi me rendin e ditës, ndërsa tensionet në sallë mbetën të larta.